Aktoria turke Merve Bulugur ka lindur më 16 shtator 1987 në Turqi. Për herë të parë në Shqipëri, ajo luajti rolin e Zeynep tek seriali Kyzej dhe Gynei. Ajo e filloi karrierën e saj si aktore që nga mosha 12 vjeçare, por popularitetin si aktore ajo e mori gjatë serialit Sultani Madhërisëm në rolin e sultaneshës Nurbana. Të gjithë menduan se pas këtij seriali, kjo aktore kaq premtuese si Merve Bulugur do të bëhej një nga aktoret më të suksesshme në Turqi, por pas përfundimit të serialit Sultani Madhërisëm, aktoria filloi një jetë të tmerrshme. Aktoria u martua me muzikantin e famshëm turk Murat Dalkyle në vitin 2013. Martesa e tyre zgjati vetëm 2 vite dhe çifti u divorcua. Pas këtij divorci, Merve u fut në depresion të thellë. Aktoria pothuajse gjithkohën e kalonte mbyllur në shtëpi duke konsumuar pije alkolike. Por në vitin 2014 dhe 2015, aktoria luajti në disa seriale televizive turke, duke menduar se ajo do të fitonte lavdinë e mëparshme. Por mirërisht, të dy serialet dështuan për shkak të vlerësimeve të ulta. Aktoria u martua për herë të dytë në vitin 2017, por edhe martesa e saj doli që të ishte e pasuksesshme dhe vetëm 2 muaj më vonë çifti u divorcua. Aktoria shpesh bën gjëra të çuditshme dhe prandaj dënohet nga fansat. Kjo aktore dikur e postoi veten gjysmë të zhveshur, ku gjoksi i saj ishte plotësisht i dukshëm. Aktoria gjithashtu poston foto ku është e dehur. Merve është lindur dhe rritur në një familje muslimane, por pavarësisht kësaj, ajo publikon foto ku vesh simbolet e hebrejve ose të krishterëve. Kjo është arsyeja ku ajo kritikohet ashpër me fjalët dhe komentet nga fansat, madje dhe nga yjet e famshëm. Disa njerëz mendojnë se shtëpia e aktores është pushtuar nga forcat e errta. Ajo jeton e vetme në banesë dhe nuk ka miq apo të afërm që ta mbështesin gjatë një periudhe të vështirë të jetës së aktores. Çfarëdo qoftë, ne i urojmë aktores shëndet dhe sukses, sepse është për të ardhur keq të shohësh një person në gjendje të saj, qoftë ky i famshëm apo njeri i thjeshtë.